Maran është një trajner, po, është e vërtet, është një trajner me më shumë eksperiencë në raport me Silvinion, i cili erdhi tek Shqipëria si trajner i cili kishte dështuar tek Olimpik Lyon dhe Corinthians, nuk kishte punuar më shumë se sa 6 muaj në secilën skuadrën, në secilin klub. Puna që bëri tek Shqipëria në përgjithësi nuk që e keqe, për te elementit kritik që u kisha që her pas here nuk u pëlqente fakti që lojtarët që ishin në kulmin e formës të tyre me klube nuk aktivizoheshin të kombëtarja, dhe njëri prej tyre ishte Ernest Muçi apo edhe Adnis Mehmeti në Championship në Angli, por për tek kësaj rezultatet folen për të, dhe në momentin që flasin rezultatet për të, jemi të detyruar të japin hakun trajnerit me gjithë qasjet e vazhdueshme kritike për disa zgjedhje. Ndërkohë që shkuam tek një trajner si Rolando Maran, i cili ka drejtuar përgjithsisht skuadrat të dorës 2 dhe dorës 3 në Itali, qoftë në Serie A ashtu edhe në Serie B, por më tepër kishte gati 1 vit e gjysmë, 2 vite që nuk trajnonte më. Unë pata brenda vetes që në momentin që ai u prezantua skepticizmin, që më karakterizon zakonisht kësa radhe diçka më shumë atje, sepse mendoja që në këtë rast do të kishim nevojë sërish për energjinë e trajnerëve të rinj. Pra unë shpresoja që edhe pse tek ne nuk do të vinte një trajner shumë i njohur, pra në emër, sepse nuk të vjen një trajner i njohur në emër, një personalitet trajningu, është vështirë të vitë Shqipëria të ekip kombëtare, e cila për më tepër nuk është se ka një buxhet të madh financiar për të paguar trajnerët, por shpresoja shumë që do të kishim emra të rinj të cilët kanë energji për të tyre. Silvinio e kishte këtë element, pra kishte shumë energji, donte ta shpërfaqte veten në mënyrë që pastaj ta përdorte Shqipërinë për trampolin. Ndërkohë që Rolando Maran është në përfundim të karrierës, është një trajner që ka një mesatare qëndrimi në klubet ku ka drejtuar 1.4 vite, pra 1 vit e 4 muaj. Kjo është mesatare e qëndrimit të Rolando Maran në ekipet që ka drejtuar. Por i vërtetës mendoj që eksperienca e Rolando Maran tek Shqipëria nuk do të zgjas shumë. Jam skeptik në këtë drejtim dhe besoj që maksimumi do të shkojmë deri në fund të Ligës Kombeve, pra në nëntor, dhjetor. Po kjo është një qasje personale imja. Ndoshta e përforcuar edhe në përfundim të këtyre 2 miqësorëve të qershorit, të cilat ishin një rrëmuj totale. Unë prisja që ai duke qenë se vete pranoi në konferencën përshtyp kur ne e pyetëm se e njihte shumë mirë Shqipërinë, e njoh shumë mirë ta Shqipërinë, e kam studiuar, kam pyetur, kam parë lojtarët, ka shumë për lojtarëve që luajnë Serie A dhe e njoh nga afër, prisja që të guxonte më shumë në listë. Pa diskutim që ai nuk do të bëjë revolucion menjëherë, sepse sapo ka ardhur, ama për sa kohë pranoi që e njeh shumë mirë kombëtaren, prisja që kishte më shumë risi në organik, prisje që kishte më shumë qartësi në mënyrën se si skuadra do të orientohej taktikisht në fushën e lojës. Ne u mundëm nga 2 kundërshtarë, të cilët nuk janë sipër nesh. Luksemburgu është një skuadër më modeste, shumë më modeste se sa ne. Izraeli është një skuadër absolutisht jo më mirë se sa ne. Edhe në emra po do doni 1 kundër 1, por edhe në historinë e viteve të fundit. Fakti që ne jemi kualifikuar në Europian, fakti që ne shkojmë luajtëm në play-off, do të thotë që ne kemi brumë, nuk është se jemi pa brumë. Dhe të paraqitesh në këtë mënyrë ndaj Izraelit, duke mos e goditur asnjëherë portën kundërshtar. Dhe të dali 2 herë Alen Sherri, lojtari më i mirë në fushën e lojës, është tregues kjo. Pra portieri jon në të 2 rastet ishte ndër më të mirët në fushën e lojës. Dhe ky është një tregues negativ për ne. Nuk e di se çfarë kanë plan Maran, sepse e kanë parë pak edhe konfuz në deklaratat përshtyp dhe kontrovers edhe në qasjet e fundit pas humbjes me Luksemburgu, por besoj që ai ka një dilemë të madhe brenda vetes. Ta përdori ligën e kombave si një trambolin për të ndërtuar një bazë të shëndosh për kampionatin, për kualifikuesit e kampionatit evropian që nisin vitin tjetër, apo të mos guxojë kaq shumë, por ketë më shumë siguri, përdori të njëjtën bazë lojtarësh si Silvinio, sepse ndryshe në rast se do të rrezikoj mund edhe ti haj kokën, po themi kjo tentativa për të bërë eksperimente. Kështu që e shoh të mjegull, goxhat mjegull periudhën Maran tek kombëtarja e jonë dhe uroj shumë po s'ket fatin e Paluçit, kështu kam thënë në një kronikë time të ditëve të fundit. Apo e Direjos. Por domethënë ju nuk e shihni aventurën Nuk e shihni nuk e shihni më larg se sa Liga e
kombeve dhe kështu që nuk shihni edhe ndonjë shans tjetër historik për kualifikimin evropian aq më tepër në botrorin e ardhshëm. Jo. Mbase a ishte koha që të rikthehej? Vetëm një seri. Unë mendoj pikërisht të kundërtën. Unë them që Maran mundet mos e ketë jetën e gjatë në kryet kombëtarës shqiptare, pikërisht si mas paraprakën në mënyrë që në kualifikuesit e europianit të shkojnë me një trajner tjetër. Dhe kjo është qasja që kam.